Mirë të rikëthyet, përgatisim një kafe lavaca tani për gjithë ne. Do ta nis me kafen time me ekspresin. Sot do të zgjedh kapsulën Oro. Lavaca Amodo Mio. Kjo është kapsula ndër më të preferuarat faktikisht. Dhe po ashtu, kjo makineri, ky ekspres që e bën kafen të jetë me një shije unike, perfekte. Ja dhe butonat për ju që do ta porosisni këtë ekspres lavaca Amodo Mio në shtëpi. Këto janë butonat që ju tregojnë më së miri se si do ta përdorni këtë ekspres, nëse do të zgjidhni pikërisht këtë butonin që unë zgjodha tani për të përgatitur ekspresin tim. Është një kafe e shkurtër. Butoni tjetër është një kafe më e gjatë dhe më pas një kafe më e plot, ndërsa butoni fundi, se tani u fikën këto të gjitha, do t'ja tregoj kur të përfundoj procesi, që ju tregon dhe ju mundëson që filxhanin tuaj ta mbushni sa të dëshironi ju. Kjo është një nga makinerit më të fundit, duke kombinuar më së miri traditën e përgatitjes dhe përzgjedhjes së kokrave të kafes që Lavazza bën prej gati qindra vitesh faktikisht që në tregun italian dhe ardhur më pas edhe në Shqipëri për të na dhënë më të mirën e ekspresit italian, ndërsa në këtë sirtar, po e marr me vete, kemi dhe kapsulat e tjera Amodo Mio, kemi kapsulat Intenso, Divino, Passionale, Decafeinato, na kam përfunduar ato të tjerat, i kemi pjesën tjetër në Qualità Rossa këtu, shumë llojshmëri sipas shijes dhe sipas preferencave të gjithë secilit. Nëse doni një ekspres të mirë, sigurisht që sot kemi të gjithë mundësinë ta shijojmë jo vetëm në një lokal, apo jo Albana, por edhe në shtëpi, edhe në studio televizive, edhe në zyrë, kudo që ju ndodheni, mjafton të zgjidhni dhe të jeni pak selektiv dhe të zgjuar në përzgjedhjen tuaj. Pastaj, për preferencat e sotme, meqense edhe temperaturat bëjnë të vetën, çdo kush preferon edhe atë lavacën ready to drink për kafen e ftohtë, cappuccinon, kafe latte apo ekspresin që ne e kemi shijuar këtë ditë dhe na ka pëlqyer shumë. Ajo është mënyra më e thjeshtë për të përgatitur kafen, sepse është shko, hap frigoriferin, merre dhe konsumoje. Po, sidomos kur je në punë. Kur je në shtëpi është shumë mirë në punë, në shtëpi në zyra është e duhura. Kjo aroma pastaj s'ka të krahasuar që të provokon faktikisht, të zgjon mbi të gjitha që me aromën dhe pastaj shija është tjetër gjë, të çon në tjetër nivel energjie. Këto nuk e them për të bërë, sepse e kemi Lavazzën këtu sponsor edhe bashkëudhëtar në këto muaj të rrezës tonë dhe për miqtan, po kush e ka provuar me thënë drejtë ka thënë, po është Lavazza, do ta pi një kafe patjetër. Kush e ka provuar, e ka kërkuar edhe herë të tjera. Edhe herë të tjera. Është vetë ajo mënyra se si funksionon edhe ekspresi për temperaturën, për ekstraktimin e avasht dhe presionin e dur që i bëhet kapsulës, për të ekstraktuar mirë atë kafe dhe që ne të përfitojmë janë, nëse nuk e di nëse kamera më afron, përfitojmë këtë kremozitetin dhe këtë shijen që e shijojmë. Që na shijon çdo ditë. Ti e provove. Që na shijon çdo ditë. Ishim si kështu të përgjumur edhe pak nga tërmeti, kështu i tham të zgjohemi mirë tani të marrim situatën në kontroll. Po ja, mos e zgjojmë tani me një byrek tigani. Këto byrek të tigani, byrek të thjesht janë gjë më e duhur për të zgjuar, zgjohet truri, zgjohet stomaku, zgjohet gjithçka. Atëherë, unë këtu kam zënë mielin, shiko, një brum i duhur, ja. Po flasim për brumin e duhur, ky është ideali kjo është. Me cilin miell ke punuar sot nga Ola? Se kemi mundësinë dhe privilegjin faktikisht që të shfrytëzojmë Olën në detaje, që nga lloji më i thjeshtë deri tek lloji më i përbërë i mielrave. Me që kisha të hapur. Si kemi kthyer mbrapsht këto janë. Po pasyze janë, po që më falet, po sido që të jetë, si pozicionet e miellit, çdo që të jenë, Ola si dallon nga ngjyra direkt, kuqen më si u thua. Për të gjitha përdorimet. Super Ola, mielli super, mielli për pica, mielli për çdo përdorim, për këto gatimet e këtij sezoni, për byrek. Unë do bëj një ndryshim dhe më pas do t'i përkushtohem brumbit, ashtu si e meriton. Këto do të piqen në tigan apo jo? Me çfarë mbushje? Kam djathin. Djath vezë kosë, kjo mbushja tradicionale që na shijon dhe pëlqejmë si do të jetë forma edhe në tigan, ashtu edhe në furrë. Nëse e keni furrën të zënë si puna jonë. Një vezë shtoj.
Nuk duhet të na pengoj për t'i përgatitur. Edhe masën e piperit, sikurse djath piper aty edhe të verdhën e vezës, për të treguar detajet e mbushjes. Kosin, ja. Ajo thash me që kam këtë djathin, mund t'i shtoj për kremozitetin. Për kremozitetin që ka. Çfarë është? Do t'a lë paksa të tillë që të shija të jetë e unifikuar, të jetë e njëjtë, jo në një vend unë të ndjej djathin, kosin. Pra, një përzierje shumë e duhur. Siç e pati, shtova shumë pak kos dhe do lë më një mbushjen, vezën. I largoj. Tani brumi pasi ka pushuar disa minuta dhe është dhënë pak më herët, se ne të fillonim të gatuanim recetat e mëparshme, dhe është gati tani për të hapur. Ndaj çdo brum, qoftë byreku, lakrori, picat, apo çfarë do lloj prodhimi tjetër që do të përgatisni me brumin, e ka të nevojshme, super të nevojshme në fakt, për të pushuar. Ndryshe nuk marrim ato rezultat që duam. Po të lë masën në fund fare. Pra do t'i skuqim aty me gjalpin. Mirë, akoma se dhe gjalpi lë ato aromën e vetë karakteristike tek brumi. Dhe tani merremi me brumin e zënë dhe të qëndruar. Fillojnë këto fluska tani, shifeni pak konsistencën e tij, nuk arrin dot t'i dëgjoni, nga qëndrimi i duhur fillojnë dhe kërcasin ato fluskat brenda. Ne ajrosin pak a shumë. Sepse duhet bëjmë ajrosin e brumit. Pra është aq i duhur, aq elastik, shiko, jo ngjitës, të jetë i butë, por jo ngjitës në duar. Kështu na duhet brumi. Do të marr. E ndajmë tani në kulaçka që të bëjmë format përkatëse, për t'i mbushur dhe për t'i skuqur. Dihet që kur byreçkat gatuhen piqen në tigan, edhe petët bëhen pak më të holla, se sa në tavën e furrës. Ti nxjerrim këto tavat e tjera? Ato i kam lënë që të ftohen pak, që ne ta kemi mundësinë. Besoj edhe tava me kunguj është gati, ta ulim pak temperaturën. Shumë të mira pas kanë dalë. I provova pak makaronat. Edhe krokante dhe salsën e kemi gati në frigorifer, në base pasi përfundojmë. Sa të mbarojmë? Bëjmë të parën, se sot i bëjmë dhe gjitha. Po. Një pet poshtë, një pet lartë, dhe mbushja. Një tigan që nuk ngjit, që është i sheshtë, që ka një bazë të gjerë, dhe në mënyrë që t'jetë edhe byreku në një përmasë të zakonshme. Kam yndyrën.
shtoj ujë. Që të mos digjet gjalpi, apo jo? Po, po, bëhet edhe zjerja një kohësisht, zbutja e petës bëhet ashtu siç duhet. Largojmë pak më tutje dhe tregojmë byreçkën tonë të parë, sa të bëhet gati edhe peta tjetër. S'ka nevojë për një seshte, sepse është mielli aq i duhur sa që e lë. Merre me tjetrën. Sa që ndron, aq më mirë bëhet brumi, por ka nevojë për miell, sepse lëshohet. Lëshohet. Temperaturat bëjnë vetën, e keni vënë re shumë mirë që në dimër forcohet brumi dhe duhet zënë më i butë. Të dyja petë do t'jenë në përmasa të njëjta, të vendosin njëra mbi tjetrën, pasi të kemë vendosur këtë mbushin që nuk është e rrjedhshme, është e mpiksur, me djathin të verdhën e vezës edhe me kosin e kulluar, kripi pertëzi në varësi të kripës që ka djathi, anësoret, tani fillon dhe brumi jepet. Shiko, akoma dhe më mirë. Tani hapet më kollaj dhe Tjetër pas që ka po. shëndruar dhe është lëshuar pak. Ka që më duhet si mas. Ka që është edhe baza Po, e tiganit. filloj edhe pjesën tjetër. Paksa. Kur bëhet fjalë për ato byreçkat e shpejta që mund t'i marrësh edhe me vete. Ja, opa. Edhe për fëmijët në udhime të gjata. Bëj këto thembrat anët që të mos rrjedh pak, Tjetër që po? megjithse Ja. mbushja është jo e rrjedhshme, jo e lëngshme. Jemi kujdesur që të zgjedhim kosin e trash, të verdhën e vezës dhe djathin, Ja, gjithashtu dhe erëzat e preferuara që keni. Anët që nuk në hapen, ja. Dhe e vendosim në tigan ku kemi shkrirë gjalpin. Merr dhe aromën e gjalpit, skuqet mirë, ndërkohë që byreçka jonë e parë vazhdon të skuqet në tigan, ne si do të veprojmë, do vazhdojmë me makaronat, them unë, se ishin shumë të mira dhe i tregojmë dhe pak të përfunduara bashkë me salcën. Unë ndërkohë po e marr në frigorifer. Sepse e lam që të mpiksej pak. Tani jemi dhe në fazën finale të byreçkave. Pasi i zum brumin, shohim së bashku dhe njerë shpejt e shpejt recetën dhe ne do të vazhdojmë punën këtu. Receta është kjo, brumi ka miell, krip, ujë dhe vaj. Mbushja, djath, kos dhe një të verdh veze. Në pas ka vajtur vonë, unë të falenderoj, Ja, lumshin direkt. duart. Dhe ju do të vazhdoni në programacionin e Report Televizion me fleshin informativ, ndërsa pas pak kemi zhvilluar bisedën me ekspertin e qarkullimit, ekspertin e sigurisë rrugore për skuterat, për monopatinat, për aksidente rrugore, kështu që merrni këshillat e dura, ju presim pas pak në Rezedielli.